Të falësh dikë nuk do të thotë që duhet ta lejosh përsëri afër vetes tënde. Mendoj shumë njerëz e ngatërojnë këtë pjesë. Mendojnë që nëse ti e fal dikë, atëherë duhet ta pranosh përsëri në jetën tënde. Duhet t'i japësh përsëri akses. Duhet të sillesh sikur asgjë nuk ka ndodhur. Por unë nuk e shoh kështu. Për mua falja është diçka që unë e bëj për paqen time, jo për t'i kthyer dikujt vendin që kishte tek unë. Sepse mund ta lesh inatin, mund të lesh mërzitjen, mund të mos duash të mbash me atë peshë brenda vetes tënde. Por kjo nuk do të thotë që ti ke harruar se çfarë të tregoi ai person. Nuk do të thotë që ti ke harruar se si ai të bëri të ndihesh. Nuk do të thotë që ti harron se si u soll me ty. Dhe patjetër nuk do të thotë që gjithçka kthehet normale përsëri. Unë mundem të të fal, por prap mundem të mos të besoj. Unë mund të uroj gjithë të mirat, por prap nuk të duan hapësirën time. Mund të lutem për ty, edhe prap mos të ta hap derën. Dhe kjo nuk më bën as të ftohtë, as të ashpër dhe as të keqe. Kjo thjesht do të thotë që unë kam kuptuar një gjë. Jo çdo kush që falet duhet të kthehet përsëri aty ku ishte. Sepse shumë herë njerëzit nuk mërziten pse ti nuk i fale. Njerëzit mërziten sepse nuk i ktheve përsëri në afërsinë tënde që ishin më parë. Duan të kthehen në të njëjtin vend, pa reflektuar vërtet, pa ndryshuar vërtet, pa marrë vërtet përgjegjësi. Por të jesh përsëri afër dikujt që nuk ka ndryshuar, është si thjesht të japësh një mundësi të dytë për të lënduar në të njëjtën mënyrë. Kam arritur në një pikë ku e mbroj paqen time, prandaj po, mund të fal, por kjo nuk do të thotë se të dua përsëri afër meje.